Letra e apostullit Jakob. Jakobi, një shërbëtor i Perëndis dhe i Zotit Jezus Krisht, të 12 fiseve shpërndar nëpër botë, përshëndetje. Ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezrit e mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet. Duke i ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pas një tëmet. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era, dhe ky njeri të mos pandese do të marrë diçka nga Zoti, sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjithë rrugët e veta. Dhe vëllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij, dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkojë si lule bari. Në fakt si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau barin, dhe lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet humbi, kështu do të fishket edhe i pasuri në udhët e tij. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Askush kur tundohet të mos thotë jam tunduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja dhe ai vet nuk tundon asnjëri. Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, mbasi mbarset, pjell mëkatin, dhe mëkati si kryet ngjis vdekjen. Mos u mashtroni vëllezrit e mi shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen për së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërtim dhe asnjë dyshimi. Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fruti i parë i krijesave të tij. Prandaj vëllezrit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jeti i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemrim, sepse zemrimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndis. Prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturin legësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtoj shpirtrat tuaja. Dhe bëuni berës të fjalës, dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo berës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikoj me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të duke mos qenë një dëgjues, harraq, por një berës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e tij. Në qoftë se ndikush nga ju mendon se është fetar dhe nuk i ve fre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet. Feja e tij është e kotë. Feja e pastër dhe pa njollë përpara Perëndis dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimin e tyre, dhe të ruash veten të pastër nga bota. Kapitulli 2. Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit ton Jezus Krisht, Zoti i lavdis. Sepse në qoftë se në asamblen tuaj hyn një njeri me një unaz prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fliqur, dhe ju i drejtoni syt nga ai që vesh rrobën e shkëlqyer dhe i thoni: ti ulu këtu në vendin e mirë, dhe të varfrit i thoni: ti rri atje në këmbë, ose ulu këtu afër stolit të këmbëve të mia. A nuk bët ju një dallim në mes tuaj, duke u bërë kështu gjykatës me mendime të këqija? Dëgjoni vëllezrit e mi shumë të dashur. A nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit e botës që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u premtoi atyre që e duan? Po ju ish nderuat të varfrit. A nuk janë vallë të pasurit ata që ju shtypin dhe nuk janë këta ata që ju heqin në përgjykata? A nuk janë ata që blasfemojnë emrin e lavdishëm që u thirr mbi ju? Në qoftë se ju
me të vërtetë e përmbushni ligjin mbretëror sipas shkrimit. Duaje të afërmin tënd si vetveten. Bëni mirë. Por në qoftë se bëni preferenca personale, ju kryeni mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkelës. Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Sepse ai që ka thënë, mos shkel kurorën, ka thënë gjithashtu, mos vraj. Prandaj nëse ti nuk shkel kurorën, por vret, ti je shkelës i ligjit. Prandaj, të flisni e të veproni sikurse të duhej të gjykoheshit nga ligji i lirisë. Sepse gjyqi do të jetë pa mëshirë për atë që nuk ka treguar mëshirë dhe mëshira triumfon mbi gjykimin. Çdo bik ka, vëllezër të mi, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra. A mund ta shpëtoj atë besimi? Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, dhe dikush nga ju u thot atyre, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk u jepni atyre gjërat për të cilat ka nevojë për trupin, çdo bika. Po kështu është edhe besimi. Në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thotë, ti ke besimin dhe unë kam veprat, më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia. Ti beson se ka vetëm një Perëndi? Mirë bën, edhe demonët besojnë dhe dridhen. Po, a dëshiron të kuptosh o njeri i kot se besimi pa vepra është i vdekur? Po a dëshiron të kuptosh o njeri i kot se besimi pa vepra është i vdekur? Abrahami aty, a nuk u shfaqsua me anë të veprave kur e ofroi birin e vet Isakun mbi altar? Ti e sheh se besimi vepron bashkë me veprat e tij, dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu u përmbosh shkrimi që thot: edhe Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi dhe u quajt mik i Perëndis. Ju shikoni pra se njeriu shfaqsohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. Gjithashtu, a nuk u shfaqsua edhe Rahabi lavirja nga veprat kur i priti të dërguarit dhe i përcolli nga një udhë tjetër? Sepse, sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi pa vepra është i vdekur. Amen. Jakobi 3. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues duke ditur se do të keni një gjykim më të ashpër, sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur, dhe është gjithashtu i aftë i vër fregjit trupit. Ja, u vefre në gojë kuajve që të na binden dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyen nga era të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël. Dhe atje ku do timonieri. Kështu edhe gjua është një gjymtyr e vogël, por mbahet më të madh. Ja një zjarr i vogël, shpyll të madh djeg. Dhe gjua është një zjarr, një botë pa udhësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona. Gjua e fëlliq gjithë trupin, ndes ecjen e natyrës dhe ndizet nga gehena, sepse çdo lloj bishash, kafshësh, zvaranikësh, kafshësh të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën, asnjë nga njerëzit s'mund ta zbus. Është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekje prurës. Me atë ne bekojmë Perëndin dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbëltimit të Perëndis. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. Mos vall burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël dhe të hidhur? A mundet të prodhoj fiku ullin dhe ardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të jap ujë të kripur dhe të ëmbël. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemër butësi të urtësisë. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni smir, të hidhur dhe grindje, mos u mbani më të madh dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është toksore, shtazore, djallëzore, sepse atje ku ka smir dhe grindje, atje ka trazir dhe gjithë farë veprash të këqija. Kurse dituria që vjen nga lart, më së pari është e pastër,
Pastaj pajtuse, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe frute të mira, e paanshme dhe jo hipokrite. Dhe fruti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Kapitulli 3. Kapitulli 4. Nga vijnë luftrat dhe grindjet te ju? A nuk vijnë nga pasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smir, dhe nuk fitoni gjë. Ju ziheni dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk kërkoni. Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. O shkelës dhe shkelëse të kurorës, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që don të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndis. Apo pak ndeni se shkrimi thot, fryma që rri në ne, a lakmon deri në smir? Por ai jep hir edhe më të madh, prandaj thot, Perëndia u kundërvihet mendjemëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtojeni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Afrohuni tek Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart tuaja o mëkatar, dhe pastroni zemrat o njerëz me dymendje. Pikulloni, mbani zi dhe qani, të qeshurit tuaj le të kthehet në zi dhe gëzimi në trishtim. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Mos flisni keq për njëri tjetrin, vëllezër. Ai që flet kundër vëllait dhe e gjykon vëllain e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon ligjin. Dhe po të gjykosh ligjin, ti nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës. Ka vetëm një ligjvënës që mund të shpëtoj ose të çojë në humbje, por ti kush je që gjykon një tjetër? Dhe tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, do të rrim atje një vit, do të tregojmë dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ndërsa nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta? Është avull që duket për pak dhe pastaj u mbet. Në vend që të thoni, në dash të Zoti dhe në pacim jetë, ne do të bëjmë këtë apo atë gjë. Ju përkundrazi, mburreni në arrogancën tuaj. Çdo mburrje e tillë është e kot. Ai pra që di të bëjë të mirën dhe nuk e bën mëkat. Kapitulli 5. Dhe tani ju o pasanik, qani dhe vajtoni për të këqijat që do t'ju zënë. Pasi rria juaj u kalb dhe rrobat tuaja i brejti tenja. Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën dhe ndryshku i tyre do t'jetë një dëshmi kundër jush. Dhe do t'ju përpij mishrat si zjarr. Keni mbledhur thesare në ditët e fundit. Ja, paga që ju keni ngrënë punëtorëve që ju korrën arat po këllthet. Dhe klithma dhe atyre që korrën arritën në vesh të Zotit të ushtrive. Jetuat mbi tokë ndër qejfe dhe shkapërdredhje, i ushqyet zemrat tuaja si për ditë të therurit, dënuat dhe vrat të drejtët. Ai nuk ju kundërshtoi. Tani pra vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjen e Zotit. Shikoni si e pret me durim bujku frutin e çmuar të tokës, derisa të marrë shiun e parë dhe të fundit. Jini të durueshëm dhe forconi zemrat tuaja, sepse ardhja e Zotit është afër. Mos u ankoni nga njëri tjetri. Vëllezër, që të mos dënoheni, ja gjykat si është e dera. O vëllezër të mi, merrni si shembull vuajtje dhe durimi profetët që folën në emër të Zotit. Ja ne shpallim të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jakobit dhe e keni parë fatin përfundimtar që Zoti i rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë dhe dëmshuri. Dhe para së gjithash, vëllezër të mi, mos bëni vepër as për qiellin, as për dheun, as për ndonjë be tjetër, por le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos bini në dënim. A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet. A është i gëzuar ndokush? Le të këndoj psalme. A është i sëmur ndonjë nga ju? Le të therras pleqt e kishës dhe ata të luten për mbi ta, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit. Dhe lutja e besimit do të shpëtojë të sëmurin. Dhe Zoti do ta më këmbë, dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen.
Rrëfejini fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Elia ishte një njeri me të njëjtat pasionet si tonat, dhe u lut intensivisht që të mos binte shi, dhe nuk ra shi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Dhe u lut përsëri, dhe qielli dha shi, dhe shiu dha frut, dhe dheu dha frutin e vet. Vëllezër, në qoftë se ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që kthen mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Amen.